Presidenti Sinan Idrizi përjashton përgjithmonë nga ekipi kapitenin Lorenz Trashi për veprime me dashje të shkaktimit të penaltisë në ndeshjen mes Bylis dhe Flamurtarit. Pas përfundimit të ndeshjes dhe mbërritjes së skuadrës në Vlorë, tifozët kanë protestuar përpara stadiumit. Ata kanë kërkuar largimin e kapitenit Trashi, të cilin e akuzojnë për shitje të ndeshjes. Menjëherë pas protestës së tifozëve përpara stadiumit, presidenti Idrizi ka marrë vendimi për përjashtimin e Trashit nga skuadra përgjithmonë. Nga ana tjetër, tifozeria e mbështet vendimin e klubit për përjashtimin e kapitenit Lorenz Trashi pas ndeshjes me Bylisin në Ballsh. Ata shprehen se Flamurtarit nuk i duhen lojtarë që shesin fanellën. Sipas tyre, pas rasteve të dyshimta të përsëritura, përjashtimi i tij është më se i merituar. Fanella e Flamurtarit është më e rëndësishme se këta individ. Do kujtohesh gjithmonë në Vlorë si njeri i shitur, duam afër klubit ton ata që e ndjejnë të luajnë për këtë fanell, jo ata që e shesin, jo ata që shiten, jo dallaveraxhint, shprehen tifozët e Flamurtarit.